Profesor Luka, në vitin 1913, një pjesë e madhe e mirë e Malësisë ngeli nën okupimin e Malit të Zi. Si e pritën dhe pati reagime nga shqiptarët e kësaj treve këtë okupim, pasi edhe Hoti nga jeni ju nda më dysh, edhe ju përgjithëse një pjesë e matan kufil nga Shqipëria. Hoti mendoj se historikisht ka kënë një ndër vendet që për nga territori dhe popullsia që ka pas, ka dhanë ma shumë se asnjë vend tjetër në Shqipëri për çështjen kombëtare. Ka derë gjak ma shumë për Shqipërinë se asnjë vend tjetër me aq popullsi dhe territor. Prandaj ajo që ndodhi në vitin 1913 ishte shumë tragjike për Hotin. Siç thash më parë, ata dhe si e konsiderojnë vetin si një familje, por me këtë rast, kjo familje, kjo fis do të ndahej përgjys dhe mund të them se ma shumë se 99% të hotianëve ishin plotësisht kundër kësaj ndarje, me përjashtim të ndonjë vegle qorre të Kralj Nikolës, që e kishte blej ndonjë, po shumë rrallë në Hot, dhe ky vendim u prit me kryengritje. Në vitin 1913-14, hotianët aktivisht kanë luftuar kundër forcave malazeze. Është bën luftë sidomos në bardhajt Hotit, atje në atë zonë ku është vënë kufini, është bën luftë e ashpër, aty ka marrë pjesë edhe Dexhën Luli dhe ka pas edhe viktima njerëz që janë vrarë gjatë asaj kryengritje. Dhe kjo ka vazhduar. Në vitin 1914 një numër i madh hotianësh edhe janë nxanë rob tradhtisht nga Kralj Nikola përmes Sav Pjetrit, që ju jep besë malsorëve, ju thotë kthejuni në shtëpiat tuaja, dorëzoni armët dhe nuk do të keni pasoja, por ai i lidh, i kap, i çon, i burgos në Podgoricë, ku një numër i madh e tyre vdesin, një numër tjetër dalin nga burgu, mas që një komision i Britanisë së Madhe, të cilin e kishte informuar atë Gjergj Fishta, që në atë kohë ishte prifti Hotit, i informon se ku gjinden këta të burgosur dhe ata lirohen, por disa nga ata vdesin shumë shpejt për arsye të torturave, sëmundjeve që kishin marrë atje në një vend në Podgoricë afër Zabjellës, aty ku janë mbajt. Ka pas shumë rezistencë në Hot, dhe kjo ka vazhduar përsëri mbas luftës së parë botërore, me formimin e mbretërisë serbo-kroato-slovene, ma vonë që është këtu në shtetin Jugosllav, dhe në 19-ën ai sulm ndaj Hotit vazhdon përmes masakrës së Hotit, ku ne kemi pas familjarët tonë, unë dhe Gjergji, që kanë humbur jetën në atë masakër.